është roman i cili në mënyrën më të mirë ka projektuar zhvillimet post-komuniste, ka botuar romanin Vdekja me vjen prej syve të tillë, që lirisht mund të themi, është romani më i mirë i kohës. Pavarësisht se kjo është periudha kur, siç do të thoshin në Shqipëri, Kadare po çante rrugën në Paris me romanet e tij, Kronika në gur, Generali i Shtisë Zekur dhe Generali i Shtisë dhe Kështjella, ne mund të themi se romani Vdekja me vjen prej syve të tillë është romani më i mirë i kohës, romani i cili solli letërsinë moderne dhe postmoderne. Përgjithsisht thuhet që romanin modern e ka hapur, rrugën e romanit modern e ka hapur Anton Pashku me romanin O, dhe kjo nuk vehet në dyshim në kuptimin e të qenit e tij. Por derisa romani O është thjesht pak a shumë një tekst i projektuar sipas letërsive postmoderne evropiane të viteve 30, derisa romani i tij, dhe sidomos tregimet e tij, sado moderne qofshin, vuajnë prej atij elementit folklorik, i cili nuk është përbërës asnjëherë nga aspekti teorik i postmodernizmit, romani i Çosis, Vdekja i hap të dy këto i përmbys të dy këto orientime. Prandaj mund të themi se Vdekja me vjen prej syve të tillë është romani i cili letërsinë shqipe ka sjell modernën dhe postmodernën njëkohësisht. Pastaj profesor Çosi ka vazhduar, më vonë ka vazhduar me dramat, mitet të zhveshura, të cilat padyshim janë pritur mirë, sidomos Beselam se më flijojnë, po edhe Sfinga e gjallë, që është një dramë e jashtëzakonshme, ose monodrama Vdekja e mbretëreshës, edhe sot aktuale, jashtëzakonisht aktuale, por ka vazhduar edhe në vitet 80 me romanin Një dashuri dhe 7 faje, që është projektim i periudhës së viteve, pas viteve 1981, që është ndoshta është, si themi, pamja më e mbrendshme, më shpirtënore, më historike, pse jo, e kësaj periudhe, pas vitit 81, e ndjekjes, e përndjekjes, e diferencimeve, jashtëzakonisht, domethënë janë ka novelat, sa edhe ai është i përbërë prej novelash të tilla. Pastaj ndërkohë ai ka shkruar romanin Vdekja, një bijtë e skujt në 2 vëllime, që mund thuhet se romani më i pasur i letërsisë shqipe në fushë të gjuhës, nga aspekti leksikor është romani, unë e kam bërë një ulëmtim të leksikut të tij, në letërsinë shqipe romani më i pasur me fjala, me neologjizma, me terma, me koncepte, në letërsinë shqipe tash për tash është romani Bijtë e skujt, dikur mendohej, ashtu siç mendohej dikur për romanin Lumi i vdekur të Jakov Zozës, dhe romani i fundit Nata është dita jon, i cili megjithëse është projektuar si koncept, si pamje, si zhvillim i një hapësire brenda shqiptare, përkatësisht brenda qytetit të Vajazanit, qytetit të Prishtinës, mund të themi se në qoftë se kritika evropiane e akceptonte romanin Vdekja më vjen prej syve të tillë si roman postmodern, ndërsa autorin si një Franz Kafka të Ballkanit, ne sot mund të themi që romani Nata është dita jon është roman i cili në mënyrën më të mirë ka projektuar zhvillimet post-komuniste në të gjitha shtetet e lindjes. Prandaj, për mua është e abetshme që ky roman ende nuk është përkthyer në këto gjuhë, në gjuhët evropiane dhe në gjuhët e shteteve të lindjes. Si do ta shihni? Në për cilat kanë kaluar, pothuajse në të njëjtën mënyrë, të gjitha shoqëritë postkomuniste kanë kaluar në trajektorët e këtij